podcast është vetëm për të rritur. Ke vënë që shqiptarët plakë kanë shumë problem të flasin për paratë. Paraja për shembull i frikson shumë. Para dhe nuk kemi kulturë plakë për shembull të flasin në familje për prona dhe për paratë. Për shembull tulet një familjarisht, megjithëse janë gjithë të rritur. Të vilën këtu dhe ale vllajt. Po çfarë kjo lira s'ka vlerë. Ose rritesh plako dhe motrat e vllajën për shembull dhe shikon që kanë kthy kurrizin. Dhe janë po dhe milionera, se kjo është pjesa më e bukur. Po normal. Fati dersi që ato të bësh milionerë dhe ti jo. Dhe që ndodh, fillon me të kryzon fëmijën. Një qyp shumë të madh unë laç me 3 dyert që hapen unë pash. Se i bën kështu, po e bën ri. Po qero, thotë çfarë thotë. Po kujdes. Po kujdes. Shumë kollaj qypin mund ta gjesh, nëse zemrën e hapur mund të kesh. Ka thotë çka ka thënë më. Por me pak durim, ti zemra ime. Çdo gjë mund ta arrish me pak reflektime. Atë çfarë? Vaj zemra me të bëhet kështu morale. O gjysh pse ke vdekur? Ka në moment. Një dëgjuesi podcastit tonë është kirurg dhe la operacionin e zemrës për gjysmë për të dëgjuar podcastin që sapo doli. Ne nuk sugjerojmë askënd të rrezikoj kaq shumë në jetë, por në fundit kush jemi ne ti tregojmë çfarë të bëni. Ti je zoti vetes, dëgjoj podcastin. Da. Ale Lucifer. Ça hyrje. Hyrje. Ça hyrje dalje. Si korçarët, ka hyrë. Ka hyrë ky ai djali i Tekos. I heqin gjitha hëtë, në Korçë nuk ekziston hët plak, masi vend. Shiko, këtë jetë një problemi që kanë korçarët. Ec këtu o. Ecën fakt është paha, nesër. Çdo h është vëndsu me shumë ë. Gomarë. Aty s'ka hë, po. Gjithë tjetër me hë. Jo, ama ka në fund, gomarë. Më gjej një tjetër me hë. Se unë di për shembull zona të tjera në jug për shembull që rreshtojnë hën aty ku s'është për shembull. Herdhi. Kush është herdhi më? Hardhi. Hardhi rushi. Çfarë bëre? Ardhia. Lego çfarë do ty ku janë ti. Ka hyrë greku fuqishëm o. Ka hyrë greku. Çka kemi një podcast. Kemi një çom një foto plago. Tregoj një foto të vjetër fare të një zezaku plago që ka hongër kështu. Ka rënë gjithë kohës në kurriz kam zhirë, kupton? Po pse apo? Është keq fare, po atëherë në kohën e skllavërisë. Edhe ja bën njëri të gojën. Nuk ka kanë zhirë në kurriz për hapet me gojë. Jo, si ne tip kukureci apo? Kurriz nga copi thotë pas ka qenë pa bindur fare. Pas ka qenë komforti mo. Pas ka qenë dhe shurdër. Se në zakonisht kur je shurdër dhe nuk digjon mi nga veshët, je gjithë kohës jo, ose vërtet. Po kur je shurdë, automatikisht dhe me met, apo je vetëm shurdë me met, apo je me met shurdë? Po të më që s'digjon dhe fare, po thjesht nuk digjon dhe për të kuptu. Ka qenë ai kryeministri shqiptar me met shurdë. Me met shurdë i madh, e përshëndesim. Je vrani, ma me që vrau, je vrau me met shurdë? Ikuj. Kurse shurdë me mezi nuk e vrau do. Se, nuk e vrau do, shurdë me mezi se. Shurdë me mezi qirot. Nuk e që e ba shurdë me mezi, klaro. Shosht. Se di pse isha mirë dhe tani plaka tani e me hund. Me ud. Me udë, më ka marrë me syshe korçarët. Je me undë. Me undë. Që ke me undë. Ja, e dole dhe një tjetër. Me undë. Që ke me undë se të ka hyrë. Më bëj që këtë theksin nga shkodra se e qandi. Që më i mërë mira? Si keni mirë? Po, si vëllim mirë në mëste. A keni langun e Portogallit? A keni? Keni qef? Po, me vërtet, që pine i lang për shumë ta dina dhe ndjek se vlake, kanë gjithë atë kohë që thënë, po, këj profeti qarë pi? Qarë futesh ha? Qarë ka i qef? Qarë pi? Mo qarë ka i qef, kur? Kush në shqire tua? Kush është fruti joti preferu? Banania. Edhe pjeshka. Edhe ku futet banana. Merë një banane dhe 2 pjesë të vogla poshtë. Jo, Ose të ndajnë, se varet se si e ke qenë. Banane e ke pjeshka kohë, unë që i bëj lëmë.
Çfarë di që banane ke pjeshka plak. Kur bëjmë atë pra që bëjmë një cheesecake. E di që tentova të bëj një cheesecake. Po pse më të kalon me një? Po ti e jep burrë çeje. Jo, Apo unë jep kur? detyrova grun, po thjesht e kam fjalën që Ashtu po. unë vajta në shtëpi thash dua të bëj një cheesecake. Edhe më tha gruaja, po më bëje. Jo, unë thash. Jo. Sekond, pas Një cheesecake që të bëhet brenda kësaj shtëpisë. Pra do që ta bëj unë. Po tash I thash se duket sikur ti jap urdhra kështu. Po bëj pra një. Duket sikur unë nuk du me bë, po unë nuk di. Shikoj se ishte bukur, ai çunave që nuk din. Ose kisha bën me gjithë qefës mje vetë durësh. Po për zotin nuk më jepet fare, nuk e di urrej gatimin. Kam kështu domethënë. A vdes ha? Më fal, se pas të duket çu keq se pas të duket sikur s'kam qef kuzhinën, po jo, vdes haj, hafër e fen disa herë. Ha. Po shoj atë Levastoviljen edhe mbush, ja për të mbush nuk e mbush. Mos të bëjmë kot tash. Na dali rrenat. Do shkojnë komente gruaja direkt. Ç'a mbush dima. Ti e mush. Po mirë, për tani kam seriozisht. Banani e the ishte fruti preferuar. Po shumë I mirë. Se nga që qerohet për I herë, me një nëse për tacie. Kalorik. Kalorik, më kurzimi shalqini. Vërtet? Nuk e di pse unë plak kur ishte e vogël I thoya shalqiu. Shalqiu. Shalqiu ke bytha. Kërkoj I ka shalqiri e bër. Shalqiu ke bytha. Ke bytha pjesa tom. Do të blesh apo do ikësh? Si ka dalë ky emri shalqiu domethënë. Vërtet. Se di po. Dhe me emrin këtij frutit, se di më me atë pjellin që se qiva do të ishte shalit çu qishme. Shalqishme. Shalqishme, ja vdiste me hangër. E më mena të vrimën që më tregova të ditë për të provu atë mutin zemrën e shalqiut. Po, I futa karen atje. Po pra, me vërtet. Jo, në qive, po. E ka qenë ajo. Se më duket tamam si shal kështu, si shal e qive. Si shal qive. Ajo jo, ka qenë një fen të shalqirse. Edhe hante shumë shalqi, por nuk e dinin që quhej shalqi atëherë. Thjesht hante këtë frutin, ne thoshin, "O ç'është ai fruti që hante ajo shalqirja apo?" Ku si gjoni e qiva motrën frutit. Shalqirja në burr, na blin ai shalqia, ngeli kështu se na blin ai na ajo që hante ajo shalqirja. Ndërkohë ngeli kështu hata sa nga ajo shalqia, ngeli një jep çik shalqi atë. E bile një nga ajo që hante pill motra. Po. Te vëm pill motra tash sigurisht. Shkon. Aty u ndanta ke banane. Na blin, na sitë çik nga I kari. Jo, kjo ka banane. Lel, banane është të mohabet. Me këte, po pse ka banane? Po se këte kur han këte banane. Po kërcet, si banane. Po tash në diko çfarë bën. Po në vërtetë, këtë banane do tani që po mendoj që ka fjalë shqipe, rrit nga shqipe, se ç'është gjë tjetër. Thoshte njëri plak, po ti heqësh bananës në anglisht bën, bëhet ananas. Qemo. Në vërtetë, ananas përveç gjithë botës I thotë ananas, anglisht thon pineapple. Molla pishës. Molla pish. Po pra si puna shkodranëve, molla të arta që I thonë aty në kartalla. Molla të zjarta. Kam një video të Hoxhës. Çfarë bën Hoxha? Si ka qenë? Mirë për zotin. Ja, ka ato. Ishte shqetësuar për noizin për këto gjërat jo, apo? Jo akoma, se s'ka dalë noizin me një deklaratë islame, po dali direkt edhe këtë mbështetje. Okej. Kanë harruar ata, shkretë I dur për dy kokë. Nëse del njëri plagoq tani që ka dalë njëri online që deklaron që hadithet plago janë varikarin, domethënë, dhe vetëm gjë që ka vlerë në islam është Kurani. Dhe ky hedh poshtë gjitha hadithet që janë në Kur'an, kështu që hadithet ne lloj kështu si thjerza, çan. Po, tamam, janë shumë të mira me të drejtën kur I bën me vaj ulliri. Po, I hadithi, e ke vështirë dithin? Ç'është si? Hadithet janë kështu sayings of the Prophet Muhammad, domethënë narrativa janë ca ka thënë për shembull këtë ka thënë Muhamedi dhe janë nuk kanë lidhje me Kur'anin, por don shtjellojnë gjëra të Kuranit ndonjëherë, kupton? Nëse, si përfundim, ky tani del ky plagë unë do jap $5,000 për çdo njeri. Ja, prisë kam video këtu. Edhe tani Hoxha jon tani del në një kundra kështu. Ofertë. Ofertë normal. Inshallah taala. Ky muaj prisë, që ka versioni gjatë. Do të jetë versioni 2 orë gjys, gjithë intervista. Unë ofroj $5,000
kushdo që mund të vi dhe të ma vërtetoj që neve si musliman, pra duhet të ndjekim Buhariun. Buhariu është një nga këto Muslim scholars plako që ka thënë hadithet më të sigurta, domethënë Muslimi dhe Buhariu. Nice, gjeva. Buhariu. Ka vëqik shumë, më hoxhën ton ka. Una me të halala, nesër do bëj një live në live tonë të përshkëtet më të $50,000 prapë njëri që më vërteton se kuranisti ky $50,000 është besimtar në Kur'an. Pasha Allahu. Por da fare, thot, nesër në orën. Pas ka marrë shumë personale. Po, tha, nesër në orën 10 do shkoj, pse në orën 10 do thoshtë? Nesër në orën 10 do shkoj ki do fare djerë. Juristi e po. Por da Pastaj juristi do pi kafe djerë. Ose ka vë i video për që thot, vajta atje te juristi, po nuk e bëja dot, thot. Po prapë thot që ndronë si ofertë, se bënte dot plago. E vëdhon ti? Që s'bënte dot? Ja këte ofertë, këtë kështu që të toshte. Pa e bën ai e burrë, s'ka bëth. Nëse ta unë gjithsesi të i qëndroj $50,000. Ai 5.000, ky 50.000. Edhe shumë veta plago më shkruajnë në komentet tanë, ora ku i gjej lekët hoxha. Mirë, po e vërteta është. Do e bënte e burrë, çka kështu se. Nuk është se e bëri. Pikërisht. Atë i thash dhe unë rove që e vërteta është që ai thjesht duke dhënë një shifër për të vërtetuar diçka. Po kush është ai që vendos vërtetësinë e kësaj gjë? Është po prapa ai. Është si më dal le tani më thonë tani më vërtetov për shkakun që ka një zot. Do t'japim $500,000. $500,000 dhe javë. Tash normalisht nëse neve japim lekët, nuk ka asnjë institucion që na detyron ne me dhën lekët, kështu që për sa kohë që neve edhe sikur të bindena do themi që s'do bindena se s'kena lekët, e kupton? Po, çfarë bëjmë ne si kemi? Po edhe është vështirë që ta vërtetosh. Po edhe në rastin e këtij shumë i trilluar. Ja $50,000 thot, po të më vërtetosh që kuranisti beson Kur'an kot. Okej. Kuranisti. Ishte mirë aty ke thjerë zot që ishte. Pa, ma ta ishin mirë, hadithet janë të mira fare, zot. Hadithet. Në i tjetë, na. Shumë shpesh po ndodh në familjen e babës tim që po i humbin puca e këmbës së djathtë. Mirë është me vendos një kamerë në tilla situata që me pa çfarë ndodh. Se mund të jetë në një qen, mund të jetë në një mace, mund të jetë. Nuk është direkt e gjendje, kjo është gjendje si funit. Mos mendon sikur ka hijet e këqija për marrjen e. Po këto gjëra jetë normale që mund ndodhin ja. Pastaj kur jemi sigur që s'ka kamerë dhe nuk e gjejmë dot, atëherë mund të kalojmë në çështje metafizike. Gjëra paranormale si janë hijet e zeza, gjindet edhe ato. Jo. Hadithet. Ai gjë tjetër që është fiksuar ke kputucët, po ky që ka fiksuar dhe ke koma djathtë, mashallah. S'merr atë majtën. Kështu që inshallah nuk ka ndonjë gjë për të bërë shumë merak. Inshallah s'ka ndonjë gjë për të bërë pritje. Po mirë është me vendos një kamerë që me power çfarë ndodh, se me të vërtetë që ka interesante situata. Edhe me thon babës që kur ti heqi me bismillah. Ali dhe vare vëqero. Alu nga qeni e moca, kur ti heqë gjithësi, hiqi me bismillah. Po hiqi me bismillah pra. Bismillah pra. Pas në i labra që të shopësh. Ua, që histori shumë më plako. Dhe hoxha i përgjigjes. Masë në i qatë, masë në i motë. Nuk i ditë. Si mund marri matë se plako për shema ata, po të një thëmë. Po plako, jo që era vjen era smërqë. Po këte ke? Puca babës vjen era smërqë. Po këte? Për shumë, guera. E ka më të bukur që kjo. Guera, luft. Po kërë zbulova di, dokumentar kanades. Po mbledh dikush jargët kësi, apo? Se të gëllë. Kjo është Sazan Guri. Kjo është Sazan Guri. është si fliska duke po pjellë të Sazan Guri, edhe Sazan Guri dhe i thët guerra, thët. E zbulova nga i dokumentar kanades. Gjoqë. Tani u vërtet tu. Gjithë e dim që dokumentar kanades nuk gënjen asnjëherë. Nuk gabona, por si puna ore zviceriane. Por duan ato me gabu, për shembull, e kanë të pamundur plan. Donte një dokumentar komandes. Një komandes kavenar. Po. Donte me mashtru plako, i ngesi këtu. Tiq, 22 vjeç e i çifte. Nuk e la qeveria, se kanë shtet.
Po, fal, ishte shteti në mes, pa drejt. Gjë. Deri në vitin, po dalë më vesh. Deri në vitin 7000, para rason, njerëzit ziheshin me gurë. Çe bëj njerëzit? E kupton ku po kanalizohet kjo më vet. Fjala që po mundohet të vërtetojmë që shqiptare është fjala guerra. Edhe thot, para 7000 vjetësh thot njerëzit ziheshin me gurë. Qero. Po fjala luftë domethënë s'ka asnjë lloj kuptimi. Një sekond, i qetësoj sekond. Gjoj. Me gurë. Sa i ka ndër. Dhe qofse bëhesh me gjak tjetri, mbaronte loja, lufta, quhet çan dush. Në vit para 7000 vjetë loznin apo, kupton? Sa bëjmë gjak ai ndaj lodhë loja. Po luni me gura se ç'do luni, s'kishin. S'kishin me ça. Ose lushin me karnë, ose lushin me gura. Nuk është se na 7000 vjeta para mund meshim shumë duke gjetur ushqim për shembull, siç edhe nuk është tek. Po jo do meshin me atë. Po kishin edhe atë, si më thënë, kohën e argëtimit apo. Po. Çfarë do të tani se jemi të stresuar shumë se kemi 4 ditë pa ushqim. Po lën me gura. Edhe desta ti dal njëri gjak do të ndalëm direkt pas 3 sekond. Hajde qim dhel për në thotë njëri. Jo, hajde lë me gura sa tjetër. Okej. Po, ja. Vazhdo. për shkak të një situate që ndodhi një ftoje e madhe brenda ngrohjes madhe, vitin 7-8000, ndodhi një ftoje e madhe brenda ngrohjes madhe. Dhe ndodhi Ç'a ndodhi më? Një ftoje e madhe brenda ngrohjes madhe. A mund të më qërësosh pak lutem, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj as vetë, ndoshta duhet të djem pak më shumë, çfarë? Okej. një klim aride dhe u tha gjogje. Dhe këta filluan të hanin mishin. Andin kushurinë e 7, ishte viçi. Lopa krau. Pas Kalon ke viçi kasapi më mirë se. Mora vesh se si, po pas ka pasur domethënë një ftoje në ngrohjen e madhe. Edhe s'kishte më të madhe ushqim. kishte një ftoje të vogël. Filluan të kenë kushirinë e 7 lopën viçin, thotë. Po, që janë për të qirë ropë, janë të mira. Ta mendosh janë shumë të mirë për në skar. Sidomos në zgar. Kur mësuan me gjakun. Kur kushurinë e 7 tash se kalove të Kushurinë e 7 i bën. Po lopa kau si kali si njeriu pa. Edhe kari. E njeh karin ti gozën me çfarë fjala? Ai është çfarë? Vazhdo të thënë se në knaqe. Kali. Të zanguli. 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 Tani filloi i pëlqente gjaku këtyre. Ky tani sapo tregoi pse njerëzit kaluan nga grënë e barit. Ardhi vampirëve. Interesante. Pra pati diçka klimatike që nuk ishte më bim plago dhe detyroi ti të haje mish. Don ky kujton sikur një bar ngrënës ti është bëhet mish ngrënës nata me ditën. Çohet i mjes dhe diçka s'pas ka ushqim pa haj mishun. Po jo tani, më parë. Tani jo, po 7-8.000 vjetësh. Po normal. 7-8.000. Mendojnë 1% më pak. Edhe organet e tyre të brendshme 1% më pak se njeriu. 2% më pak kanë kaq. Dhe kur therrën mishin nga ajo që u tha çdo gjë në natyrë, u detyruan, u mësuan me gjakun. Mbaroi lufta guerra me gure. Guerra gur. Edhe ne fëmijët e vegjël me para. Sikur se ka shumë gur, pra bie është evolucion. Nisë po si tani me këto, se ja kapja vegetare tha, ç'është kjo gue e? Ai nuk është gurra, është guerra. Dorome si çifra ose kanë kaluar 9000 vjet. Sekond se kanë kaluar 2000 vjet dhe një e që shtohet aty dhe hiqet të burse na boni kështu si macaroni nerva. Mos boni si pilla none burse dha kanadeze. Çifra arab dokumentari. Dhe i dali ju kanadez dhe kundra tani. Ti e di si janë kanadez për precizmëri. Edhe për edhe patat e mira. Po, normal, që dhe gjupat me patat. Po, mrena. Toni edhe i gërmave, po. Edhe etimologjia. Për shembull, guerra. Ma kupton ti? Po ka ecur më qifsha rob. Guerra sacra. Ishte shamra rob. Vazhdo. Jo kaq marroj. Çfarë do mund të dash? Marroj. Po si marrin televizionin këto më plak, akoma bizëm. Domethënë, okay, hajde një herë, dy herë të qeshim, po jo të bësh pjesë e emisionit. Sa çfarë problemi ka? I tha shumë sakt se nga vjen fjala guerra. S'pëlqeu ti me sa duket. S'pëlqeu që ka shqiptar. S'pëlqeu, nuk pëlqeu. Çka kene gjë kundër shqiptarëve ti bla. Pra, s'ka marr vesh. Ku ke halli? Si është puna tani? Gur pra. Guer bëhet kalaja thoshin atëherë. Po, në atë kohë thoshin spanjollët. Spanjollët. Se kishin dëgjuar diku anë nga Mesdheu. Kjo ishte bukur, kjo Ermen me maqit është më e bukur gjë. Kemi qenë një ditë në përmet me ca shokët tonë, edhe një nga këto shokët tha do vinë të jap një darkë, edhe ulëm aty ishin rreth 10 veta,
ulëm, porositëm, ëngrëm darkën, do ta pagunte ky darkën. Erdhi fatura, e pak faturën e dhishë shtren. Jo sa ta paguajmë gjithë se unë bëja shaka. Ne u ngelemi që kështu. Ai jo i sa kështu, ti the që do e pagush, edhe e paguajti këtë darkën. Po që ne kam e mirë. Është humor anglez. Jo nga që unë desha me tregoj një histori, unë s'kam histori me sportist, po kam të historinë dhe e tha. Sa i madh jese. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Dhe histori tilla do gjeni ke leksionet e mia. Në seminaret, po mund paguani vetëm për 23.000 euro në vit. Mund të gjeni nga këto histori edhe më shumë. Ishte shumë e bukur, më pëlqeu. Ishte shumë e bukur. Nëse ky ka dhe një mënyrë ekzekutimi që të dobët, po jo, ka shumë. Ti e thjesht në çi. Ke pa aktor ke vënë plagë që gjithmonë këto filma shqiptar plagë aktori kryesor është gjithmonë ai që financon filmin. Se kush ti? Jo se po shifsha rob bie. Po di shifsha robs. Ishte duke ardhur. Jo më plak po vini për shtëpi. Shikoja shifsha me sy rob. Po vinin. Po vinin për shtëpi sa mirë. Kishin durë plot. Nuk e di se shifsha rob mirë. Kisha shumë qejf të të shifsha rob në pjellë, por të pjelli i robëve të duhet të shikoja. Mos folë shumë, mos folë, s'ka lezet. Po mos thaj, pse s'po të shaj, thjesht vetëm do të shihja. Pjellë e robët. Por paralajmëroj plak. Që po të vinë robë në shtëpi. Nëse ti për shembull je në 80 vjeçare dhe kem shef paketën diku aty në përshkallë se s'do që të marrë vesh plaku që po pi cigare, unë po të them të shifsha robët mund pjell. Po shifsha rob që po të vini në shtëpi. Shifsha rob po të vini në shtëpi. Në pillë. Shifsha rob në shtëpi. Gjelimia ke pillë, të ka po mia pillë, bla. Mo ka po mia pillë në shtëpi. Ta shifsha motrën një herë. Po shifsha motrën një herë, bla. E tha sa ngjane. Ta shifsha një motrën në shtëpi. Gjani shumë. Se do ishte ki ta shifsha motrën një herë, si ta shifsha? E buriqe? Ti që arroba të. Jo më plakë, ta qifsha dhash. Që me buriqe, por. Ti që arroba. Se do ishte ki ta shifsha ja dhe motrën më ke brima pjellë. Të dhe më? Të shihja dhe brima qelë. Si thesë më duhet se të kapa të se radhe. Më duhet se se radhe të zura, sigur nuk e ke. Edhe pse flet gjithmonë me dy kuptime, por se më të shmënde. Po që të kuptime më parit. Se motra është e kursi violinës, që bëne, mirë? Ta shifsha jera dhe kursin e motrës violinës. Shumë talent ka, ja. Ti ka lënë shumë për. Po, falinderit, kjo kështu e sigur është. Ka lënd. Më mend që të marrë sot telefon, po s'pata mund t'i ta regjistroni mi bisedë shumë bukur. Kujtoj Luciferit miq dashur, që dëgjoni këtë podcast. Kujtoja për faktin se si gjyshi im pretendon që unë do ta marr telefon, ndërkohë që gjyshi im nuk më kalon as i pasuri. Edhe unë. Po ky është diskutimi, domethënë, a meriton një prind ose një gjysh, mbasi kalon 70 që të fillosh ti të përkujdesesh për atë, por sigurisht fëmijë i vogël, dhe s'kalon asgjë midis gjithë. Por, në shtëpi. Gjyshi im pretendon që do ta marr telefon. Ai pretendon. Do ta marr telefon plazh çdo sekond. E di të fortë di plazh gjyshi im shumë merr në WhatsApp edhe nuk të merr, thjesht bën zile. Jo, thashë të merr edhe nuk flet. Jo, është pali dhe fare. Të merr edhe vetëm rritën linjë vendi. Edhe e lek kështu hapur edhe asë kam marrë profeti po s'më merr ai. Ka dia se japi pa dash. A më profeti s'po merr një herë. A ke gjysh ka vdek ke gjysh. Se më qanë zemra për ty se vdes për ty. Se unë me pension jam. 107. Igan. Po, pse ta përmend për atë pension. Pensionin ta përmend një herë? Po ja, unë për pension dhe 107.000 lekë më thamë. Kështu fillim plago. E di se filloj, pensionin e kam 17.10, kurse pensionin e kam 170. 107.000 lekë. Okej. Fix. Edhe i nonës i tashën bën 320. Thamë, jo tha, se ka qef më burë dhe jo dhe kjo merë më pak. Kjo merë më pak se femër. E me 150 se femër, ti di si janë femër dhe varikarin dhe femër marrë më pak. Po, ke shumë drejti, thash, normal që janë varikarin femër. Po se dje që me 120 ashtu është gjysh. Po, a ke gjysh me më në kokë pak të? Qa moshe ka gjyshi?
Gjyshi im plako, nuk e di tamam se çfarë moshe ka, thënë drejt, por diku jo, 7 vjeç. është plak tani kur rritesh, ne Ase kuptoj që do- mosha e gjyshit nuk exact. është një moshë fikse. Pas do Nuk pyesë është- për atë të horoskopit, Jo, jo, çfarë shi horoskopi është gjyshi? Po jo, më plak, atë dëshim me thënë. Ti mund thuash 70 deri në 90, kjo është një hark. 70 deri në 80. Për shembull, kur e shef që ka çetu fare, është këtë 10 plus. Nuk ka që du, jo, ka menjen tull plako, thjesht ka qef që ta marrë unë në plak. Edhe i bi për shembull, do të pse s'merr ai i thot mami tim. E bi "Mami, me shumë- dorë apo ha telefon? Normal që i bi me dorë. Po pse s'merr edhe unë kështu, unë e marr plako, kur e marr plako vetëm edhe plaka ime kështu. Po ky do pse bëu kështu do sigur po na le pasuritë më. Po kisha po kështu si garive, ose po. Imagjino plako si të ndihesh e ti, nëse vërtet çdo gjyshi do kishe një do kishe për gjyshit tënd. Dhe ti nuk e merr në telefon. Supozojmë për shembull se kishe një Rolls Royce, vila plako, vil në jug, vil në Spanjë, ku dëgjon çfarë mund. Gjitha këto e kisha nga gjyshi. Gjitha i kishe nga gjyshi plako, një pashaport zviceriane kot. Grasa të gjyshi i kishte marrë kota atë në gjatë luftës së dytë Po, botërore. e kishte mundësi pasoj të ty, gjyshi edhe po, kishte vepruar në moment, po. Po, pun direkt. Që të bëja në unë minuta. plako. Ore, ku Të ja bësa gjysh gjyshi për të të pimi vëmë. kafe e qifsha rob se na O le. gjyshi ose se bëni herë marr, gjyshi duke bërë rolin tim aty. I ke thënë e çka kanë. Po. Për ditë që dera. Sporë herë gjysh. Sa gjyshi s'more herë por, se unë kaloj këtu për ditë, i vi derën se ti se hap. Po, unë e këty e kam. A dhe ashtu ti ta bëj një limon kështu, se gjyshi im kur ka pasien gjallë, bënte një limonadë shumë të mirë sa herë që shkoja. Ai ishte aftësia vetëm. Pare se të bësh seks. Ama por se bëja seks me gjyshin e burr se ai ishte i lodhur fare. Po Ai gjithsesi. thjesht rinte shtri. Nëse kur e mendoj plako të dhimbset, pas e kupton se sa të çmendur janë. Edhe nuk të dhimbsen shumë, të janë të çmendur. Nuk e di plako, po mo Ma se gjyshi im, shmosh, për shembull, se për nuk e shembull, vëm nëse- gjyshërve. Po, Nëse gjyshi im ka i gjë për të festu, do ta marr unë, që është okay. Pastaj nëse kam unë i gjë për të festu, unë kisha një rast shumë që do të festoja diçka. Edhe do të merrte gjyshin mu. Edhe e di mora unë gjyshin, e gjyshin thonë, pse s'm ke thënë që për këtë do të thonë evenimentin që të ka ndodhur. I thash, po ti kishe marrë vesh nga teze, nga robët e tjerë të shtëpisë. Jo, do të më thoje mua personalisht. I thash Do të mësh aty. Ti nuk e di, i thash që kjo që më ka ndodhur mua? Jo, tha, nuk e di. Ndërkohë sa hapi telefonin, më tha mua, urime. Po të dhjep shaturitë do. Po ti më. Po ti më që ke Më the urime besë direkt, komplet. tash, me që se dishe gjë. Nëse Ue, gjyshi plako qartë. është një fazë tani që kërkon vëmendjen time që gjithkohës. Vetëm tatën apo më mendjen e gjithë në përgjithësi. Jo, edhe të familjarëve të mi më thonë drejtëm se të marrin telefon. që- Ju jeni, e disha, ta kam thonë herë. Keq Isha më thënë. të thënë po, që ka drejt fundit. Ju jeni elita. Të thama? Po jo çfarë mund të thotë për shembull, gjyshi elita Rudit. Po desha me të pyet gjyshi jeton në Shqipëri. Normal. Atje Po, ku në bajtash Shqipëri dhe pranë ti e elit sepse ti ke sakrifikuar plako një ditë, ke marrë rrugët e emigrimit edhe tani po jeton si mret sipas kokës së gjyshit. Po gjyshi që ka qenë dhe këtu dhe më ka pa shumë mirë se si punoj. Ah, ka qenë dhe aty. Okej. Po, edhe gjyshi më thotë mua elita. E kupton? Po më po si duhet ka qenë ka pa duke majt me gjitha të mira, duke ngrënë çka ke qef sot mish, se mosha këty në plak nuk do të gjë si plaskari dhe si vetëm mish. Për një vici, edhe kur angre atë më tha unë, s'kisha ngë një herë mish ka ishtë mirë. A mos t'ja qiro. Po, e di kush më e bukur dhe gjë më e mirë që kanë është që të nesërmën nxjerrojnë memorien. Jo, po sinqeritetin po. Po nxjerrojnë memorien, nuk e marr më mend ato që kanë ngrënë. Po ti thua për shembull, çka ke ngrënë më të mirë, do të thotë ato të soshmen ose maksimumi të nesërmen, e kupton që se ka një memorie të fortë. Kjo që gjithmonë nxjerrohet, edhe kur ti e pyet për shembull, e mamen atë viçin që ke ngrënë atëre ose ato brinjë? Atë me brirë. Mamen fare. Jo, atë me brirë. Ase mamen fare. Se mos na ke si lloj mishti. Që mo, e kupton, ai jeton sot për sot, plak. Kaq. Iku. Ne gjë tash i ngelet, ë? Ne gjë e vogël, ngelet kështu si pik. Po çfarë? Nuk e di. Po ju keni probleme familjare kështu të tilla? Po ju veçanë Gjoni, keni probleme të tilla familjare ku për shembull gjyshit, për shembull se mami që po diskutonin bashkë dhe në gjithmonë neve jemi në krahun më të errët të historisë, po të vesh re. Për shembull, nëse unë njoh i çun ose i shok në jetën time, ose i çun teze për shembull timen, ai plako kur
ka filluar rri me mua, është periudha më e vështirë e jetës tij. Edhe gjithmonë kujton me nostalgji një periudhë tjetër që ka qenë më i suksesshëm, po s'ka qenë me mua në atë periudhë. Nuk kam pas nevojë për mua. Te mua vin vetëm kur janë të lodhur plagë. E kupton? Për shembull, flet me një shok ti thon. Sa lek kam pasur plagë për shembull, tani s'kam. Tani jam vari karin. Tani rri me mua. Si nuk qelloj i herë, për shembull që bi fjala, janë dy shokë, njëri ja fut tjetrit dhe ne jemi me shokun që ja ka fut këtij dhe është bërë pasanik për shembull. E kupton? Kjo është shumë vërtet. Nuk e di pse kemi këtë fat kaq të mirë, që qellon gjithmonë nga ana e viktimës. Po, e vërtetë. Ana që ka pësu. Po. Domethënë, ka ndodhur një bëm në familje ose një fatkeqësi diku, dhe ne me ato që kemi pësu. Ja zhyti kushuriri. Ja zhyti vllai motrës. E kupton këto muhabete, po jemi ne gjithmonë ai që ka ngrënë. Si nuk ndodhi për shembull një herë që ne të gjithë jena mirë kështu financiarisht, edhe të gjitha kemi nga kushëriri për shembull. Edhe ai kushëria ka zhyti tjetri, edhe ndihet keq thotë çera. Jemi ne bita atyre të qinve. Po, jemi ne ata që na urrejnë tjerë thonë ja këto byllëqia që ja kanë zhyt, ja shtytë kushëri. 200 qiu këto mbyll të gjithë, e mori të gjitha pasurinë. Ja mori shtëpinë, mori pasurinë dhe i la pa gjë dhe këta po shijojnë jetën. Edhe jemi ne ato që shijojmë jetën. Po. Që na vjen keq për tjetër, dhe neve për shembull plagët kemi atë redemption për shembull që ja na vjen keq që ai kush çuni tezë si u afuti, po me thonë drejtë nuk kemi çfarë bëjmë, ka gjatë në kohën e di janë duhet. Po, e di që vjen keq, po nuk kemi pra. Nuk e di pse. Nëse krau i zhytjes. Ne jemi viktima gjithkohë. E po tash është plagë, unë që kur linda, më tha ai doktori e paska që i byll tha ky tha ka ardhur plot. Kështu si në mënyrë metaforike, nuk është se. Po ti afuzi shpullën që byll tha këtij. Po, t'ja mund shik dorë se ke pas ka na vrimën e byllës. Nuk ishte për byllën, ishte për vrimën e byllës. Thash, okay. Ku ma treguan më mbrapa, vite më mbrapa. Ti pra te mash. Tash jo, është zmadhuar çdo gjë tjetër plagë, vjen byllë argela aq. Shumë brimë, po. Atëherë janë shumë më madhe. Atëherë shumë më madhe. E tha kur disi sa kam rritur zhytsa. Keni një fista, se është e trashëgueshme. Keni një fista që e kanë qim byll të gjithë. Kujtum pasaj për shkakun që një stërgjysh ja morën gjithë pasurinë ato vëllezërit e vet, nëse këto muhabete e ke vetë. Ke vënë që shqiptarët plagë kanë shumë problem të flasin për paratë. Paraja për shembull i frikson shumë. Para dhe prona. Nuk kemi kulturë plagë për shembull të flasin në familje për prona dhe për paratë. Për shembull tulet një familjarisht, megjithëse jemi gjithë të rritur, supozojmë fëmijët janë këtë 30-tat ose ishte ca nga fondi i 20-tave. Edhe ulin për shembull gjithë thonë që kemi kaq prona, hajde i ndajmë, si do i ndajmë, do si të jetë më dhe të themi më eficiente situata, për shembull do t'i çojmë pronësi dhe japim këtij që të paguajmë më pak taksa, ky do investojë se asnjë gjë plagë. Por për shembull që ti vetë në 40-ta dhe nuk di akoma çka ka familja jote, ç'a bëhet. Edhe është gjithmonë një shtëpi që e kanë pronësi 15 vëllezërit, babi jot me 10 vëllezërit e tjerë. Gjithmonë një shtëpi tjetër që babi jot ja ka falë atij. Sepse babi jot është ai më zemërgjeri, më rrota ka. Është një zemërgjeri plagë që s'ka mendu kur fare për fëmijët e vet në moshën e tij për shkakun që se ka qenë 30 më parë, atë moshën që mase mendonte se ishte edhe i pathyeshëm, e kupton. Edhe këto gjëra vendim emocional për shembull aty. Këto të gjitha i mori vllai vogël. Të vilën këtu do ja lej vllajt. Po çfarë kjo vile s'ka vlerë. Pse rritesh plagë dhe motrat e vllajt për shembull dhe shikon që kanë kthy kurrizin. Dhe janë bërë milionera, se kjo është pjesa më e bukur. Po, normal. Fati dersi që ato të bësh milionerë ti, jo. Dhe ç'o ndodh? Fillon edhe të kryqëzon fëmia. Thotë, ç'e ke bëu, po që një ri. Kam bë. Kam bë. S'kam dhënë fal. Okej, kaq. Pa ç'a duhet të ç'kam bëu, ç'do bësh vet. Ky diskutimi që thua ti plaka është aq i vlefshëm. Për kuptuar se me vërtet çfarë ka, edhe ç'a takon në thelb. Në që se shikon që s'takon asnjë gjë ose shtëpia që ti po jeton, masi s'është se joti, është në proces. Po, diun rrok plagë që kanë marrë vesh shumë. Të 5 motra vëllezërve. 30 lojë që këtë shtëpi se pas kemi ton. Po, e vërtet e burr. Sa dhe rastet t'ja punë shumë plagë, sa dush. Nëse ka dhe shtëpia pastaj që për fat keq, një për shembull nga pjesëtarët e familjes nuk është në gjendje të mirë plagë në atë periudhë. Edhe ç'a bën? Të kërkon pjesën e vet. Pavarësisht se ta ka falur gjithë jetën, sot që po flasim, unë s'kam kokër legu me janë. Që do bëjmë, tani do ta fal. Me gjë nëse problem, po ti duhet të dish e burr. Kur kalon dje 25 vjeç, do ta flasësh me familjen. Edhe këtë burr. Nëse unë vdes nesër plak, do të thotë një ditë plaku ose plaka. Unë s'di asgjë gjë burr.
U zdia sa borxhe ke ti, apo sa lekë më janë, apo sa shtëpia ke, sa takojnë, sa dokumenta ka shtëpia. Çfarë di ti? Do që detyrim moral ky i prindërve për shembull për ta bërë si mohabet. Unë mendoj që do ta bëj nesër me fëmin tim dhe është e sigurt. Po shumë gabime qesharake. Ti nuk do që ti lësh surpriza, e kupton? Surpriza të këndshme dhe të pakëndshme. Nëse unë për shembull marr vesh që shtëpia ime pa dokumenta, unë që kam pa shtëpi, unë do filloj të gjemoj njerëz nga mbrapa. Ky është një bar që ti po mle mu. Po pra. Edhe çfarë bën ti plaka asgjë, vetëm hesht. Qoftë për shembull një shtëpi është ndarë në 5 veta për shembull që janë motra vëlla. Në momentin që gjithë ta vdesin, që është brezi për shembull i prindërve tan, problemi transformohet tani sepse bëhet pjesë e fëmijëve të këtyre 5 vetave, që fëmijët mund të jenë 10 veta, me 10 kokë të ndryshme. Dhe 10 mendje të ndryshme që nuk bëhen me njëri tjetrin. Për shembull, s'është them shumë ti duhet bëhesh patjetër me çunë tezës apo me çunë halle, sepse ka mund të ketë një konflikt, ose dikush është mirë me lekë plagë dhe thjesht thotë s'du me shit. E kupton? Çdo që mund ndodhi nesër, më thënë, nuk e di ma do gëdhim nesër. Kështu që mua ka përgatit njëri për asgjë. Si do ndihesh ti apo? Po, shumë vërtet. Ti di asgjë. Domethënë në moment që ndodh, ty të krijohen, në vend të krijohen lehtësime, sepse ai të merr dhe të thotë që shiko duhet bësh dokumentat për 1 2 3 gjëra ose këto mungojnë në shtëpinë tonë, në pronat që ne s'po i marrim akoma, plakën e di ku je. Po Juve të dashur që në dëgjoni këtë podcast. Keni probleme të tilla për shkak? Dhe sa probleme të tilla ekzistojnë? Keni probleme për shkak që do doni ta ndanit me ne, që ndoshta dikush duhet ta di. Imagjino plagë që ti vdes në robi shtëpis edhe s'le as i job. Do ndihesh e keq shumë sigur mos tishin, sigur të merresh vesh për shembull, larg qoftë dishin prindët e tu dhe veç plagë që gjithë ja kanë lënë për shembull, domethënë motors of light ton. Gjitha plagë, kod. Pasi lë arsye, thjesht dhe ja lëm këtë. Pasi arrim për shembull që jo po ti je më mirë ose më keq. Ti supozojmë ti mund të jesh dhe qoftë edhe më keq. Nuk do ndihesh ti kështu po këtë çfarë. Po syt atyre e mirë. Edhe aty plagë bëhet të shpirti i mal se thua aty më kanë parë gjithmonë mirë. Të mirë janë për zotin, gjithmonë kanë familje dhe të gjitha. Është merr vëlla. Të gjitha vllai tim. Është merr. Edhe kjo mënyra se si zgjedhin kaq egoiste që mos mendojnë fare se çfarë dëshirash ke ti të bësh. Edhe çfarë vendosin plako që thon këtë dhe ja vllai tim. Po pse se ai ka pas nevojë. Okej, ka pas nevojë mas e para 30 vjetësh, po tani mas 30 vjetësh ti shikon që çdo gjë është okej. Është mirë. E ka thënë fjalën para 30 vjetësh. Po unë ku isha para 30 vjetësh, isha 1 vjeç. Do thënë prapë ke bërë zgjedhje të gabuar. Po gjithsesi. Drejt. Pse s'ma le mua plako që të gaboj? Do thënë ma le mua shtëpinë dhe unë që se mendoj që vllai ka nevojë që zota më dhe kur. Normal. Se do bëjmë me fëmijë nesër. Po na i herë kështu mendoj unë këto se ne kemi pas kulturë pasurie në Shqipëri. Ndoshta nga komunizmi, se komunizmi është ajo që e heq të drejtën e pronës private. Nuk kemi pas sensin e pronës private ndoshta. Po e vërteta është që këto familjet e njohura ose se si generational wealth, domethënë pasuria e gjeneratave mblidhet me familje në vendet perëndimore, kështu mblidhet. Domethënë, ja për shembull, ne jemi në emigrim, po punojmë çik. Neve kemi mbledh një sasi lekësh, supozojmë blejmë një shtëpi. Shtëpinë ja lëm fëmijës ton. Fëmia jon tani me këtë shtëpinë nuk ka pse lufton për shtëpi, siç luftuam ne, se e ka gati, supozojmë, dhe çfarë bën? Zhvillon veten dhe blen një shtëpi të dytë ose hap një biznes. Me biznesin blen një shtëpi, e kupton? Pastaj ja lë fëmijës vet një vil, një shtëpi pushimi, e kupton, dhe kështu me radhë. Pastaj vetëm sa del një drasë kalb që bën 6 fëmijë edhe aty zero gjë. Po. Ai e shiro mua bëj ndaj për 6 edhe vjen njëri që flobi Jozi. Pikërisht. Nëse it's okay. E kuptoj që do ketë një drast kalbur, si diskutohet, po është ideja që kjo që po ndodh nuk është okay, se janë gjenerat pas gjenerate që nuk ka zhvillim. E kupton? Për shembull, gjyshit e mi s'kishin zhvillim. Prindit e mi s'kan zhvillim. Domethënë asnjë po zhvillon asgjë. Okej, se prindit tam shumë po na lënë një shtëpi pak a shumë, sepse është shtëpia ku pak a shumë e përfituan gjithë pasi kalon nga komunizmi në demokraci. Po gjyshit ta nuk është se kanë pas shumë. Okej, disa mund të kenë marrë pronat e tyre, po shumica s'kan marrë gjë fare, plak, kupton? Ose për shembull kanë qenë dhe që ndanin me 15 motra e vëllezër. Që nëse çfarë vlera shkan tani ato.
Tani, të gjëra nuk i ve faj, po të gjëra plak i ve faj. Nuk është se i ve vetëm prindërve të mia, se di shumë histori të tilla që ka toleranca të shumë të mëdha. Edhe në një moment caktuar në gjendje nevoje, dikush thot, si të qoftë unë pjesë të tjera do ta marr. Për ne ziheshin vëllezërit me motrat më parë dhe nuk bëheshin më. Me motrat jo se me vllajën tim dhe më ke, sepse ne s'kemi për ndasë gjë. Kjo është e mira dhe e keqja bashkë. Mira fare, domethënë që neve jemi gjithmonë do duhemi. Mona burr, ja. Ja po ta them unë që kam një dy. Ja unë që kam 4 vila. Një dy tokë i kam dhe si kam, se kështu janë gjitha. I kam dhe si kam. Po edhe është ajo shpreha, kemi ta toka. Çfarë tokash kemi më bëllshira. Po çfarë tokash kemi? Edhe kur flet për shembull historinë e tokave, fillon historia gjithmonë kështu. E shikon këtë liçenin këtu? Po. Edhe ti thot po, se ti ke arritur edhe mori që nuk është se ke shumë nerva me. Këtë ka babi dhe 100 vëllezërit e tij. Aha, dhe 100. Duket sikur po flet. Këtë tokën që shef tu, e kemi pas në të gjithën. Po. Më parë. Është forta, po. Edhe ti e vetëm e shef tu se e dëgjoj për herë të 75. Ndërkohë është zona më e zhvilluar e qytetit, e kupton ti? E ta bën me i dorë gjithë me këtë cepin këtu, këtë liçenin, që s'ka lidhje fare me liçenin. Këtu ku hedhin këto mutrat. Tani e shoh që është bërë me mutra me ato që shihen aty, po. Supozohet që ne ta marrim. Po e morëm këtë, do kemi 10 milion, është sigurt për kokë, e kupton? Është sigurt. Edhe ju do kishit shpëtu, ja për gjithmonë, qifra. Edhe ti jesh mirë aty që do kishit shpëtu. Po nuk e kam bos. E kupton ti në moment ajo të bën të ndihesh sigur. Sikur realisht fëmijë boss. Plaga e tij vërtet e boss. Nuk t'i japin asgjë për të ndjekur krenar, për këtë që gjyshi im për shembull ka pasjem pasanik në kohën e zogut. Si është Blend Fevziu për shembull që ka pas gjyshin pasanik të Beleri apo dëgjon. Gjyshi im për shembull nga mami, se gjyshi nga mami nuk jeton në shtëpi me ty. Gjyshi nga babi, ose aty rritesh ti. Gjithmonë kështu ka qenë. Drejt. Nuk e di ka raste të veçanta, po më përpara kështu ka qenë. Gjyshi nga mami është ai që ka shtëpinë e vet, i dhon shtëpinë vet, ta si mret. I ka dhënë gocat jashtë, çuni ka një shtëpinë vet dhe jeton si mret. Po. Vjen dikush plagë dhe thot, po sikur ne të ndërtojmë diçka këtu ke shtëpia jote. E jo thot, edhe kush është unë do vdes këtu, unë do vdes shtëpitime. Po shortet gjyshortet. Okej, gjysh që jarë. Pastaj se merrin telefon ai si gjyshi. Imagjino ti ai gjyshi kishte këtë vilën ose çka kishte. Dhe s'të ka kërkuar një ta merrje. Gjyshi që të ka as vila ti gjom thotë mua se të merr telefon. Gjyshi jot plako do të ketë bërë shumë ata dish. Imagjino që unë që flas kështu budalliqe tani gjyshi im që vdes lao dhe lej pasuri për 200 milionë eurosh. Si kanë thënë njeriu kam një qyp, historia e ka. Kam lënë një qyp me Flori, po është. Po dhe kështu fabula kot kari, kam lënë një qyp me Flori, edhe vetë ti atje hap plako dhe gjen këtë testamentin dhe është një kështu certifikat pronësie plako të një prone në Paris 200 milionë euro. Dhe ai thotë do ta marrësh vetëm mbasi të kesh bër, të kesh ardhur ke varri im dhe të bër telefonata me WhatsApp me varrin tim çdo ditë për 10 vitet e fundit që o qia modër në bëgjysh. Një qyp shumë të madh unë lash me 3 dyre që hapen unë pash. Se i bën kështu, po i bën me ri. Po, qero, sot i çfarë thot? Po kujdes. Shumë kollaj qypin mund ta gjesh, nëse zemrën e hapur mund të kesh. Ko sot i çfarë ka thënë më kar, thuj ku e ke lënë qypin atë shifsh atë. Pasuria për 1.6 milion dollar, e siguro. Po, tamam, pasuria për 1.6 milion dollar, ndërsa një ditë dhe unë do këtë marrë. Por me pak durim, ti zemra ime, çdo gjë mund të arrish me pak reflektime. Ato që Baj zemra, që po dhe kështu morali. O gjysh pse ke vdekur, në moment. O gjysh të tua. Çfarë më kalon këtu? Edhe ti i thu plagës, që thësh nga plagë. Çfarë kalon këtu? Ku dëgjon se kam iden. Ai që bën një fabull plagë ose një poezi kështu të tillë që nuk merret veç çka kalon, e kupton thotë. Dhe merr 200 milionë, me merr këtë pasuri 200 miliona dollarëshe, pastaj thotë po kjo pasuri s'ka si vlerë, se është thjesht një top tok pa vlerë.
ati kështu të qia, o da, që në kalon, vështë të marrë vesh. Në kalon dhe tokë, për që mendo se s'ka vlerë, apo s'në kalon asë gjë. Kjo tokë jo pjellore që nuk mbjell asgjë, në fakt është duke folë për një tokë jo pjellore, sepse kjo tokë ka ndërtuar një pallatë plak gjigant që është një hotel i mrekullueshëm në Paris, e vëdo. Në ai po thotë, kjo tokë nuk mund mbjellë asgjë, por kjo tokë ka shumë vlerë, po megjithëse vjen aty tani e konfuzit kënd. Çfarë po thotë gjë se s'po marrin vesh? Tokë pjellore, kemi tokën jo, toka s'kemi. Që më ç'na ka lënë? Po, ç'është kjo adresë mes Parisit? Kjo aty është një hotel, gjë çfarë të thonë? Ai hoteli nuk ka lidhje me ne. E që në herë gjyshin Paris? Qa Paris më ka? Gjyshi verove Në kohë gjyshi plako ta lëve një kuti të vogël sa foto dhe është dhe në Paris aty. E thotë, ua, si ka mundësi më plako. Në zima si gjë nga gjyshi. Po, me është fje dhe me si mision jetë. Kjo hoteli merë 520.000 euro në muaj. E ka kështu të tim qëraj. Edhe që e manë lire, këtën? Madje, një 2-3 hotele tjera në Paris tallin karin me gjyshin tim se thonë sa kjo merr 520 milionë sa pak merr muj më plako. Merr shumë pak. Është komplet rrot kari, ndërkohë mund të merr. I shketi vdiqjes të smorja si gjë me vete. Je la gjithë nivit e tij që e donte shumë edhe profetit. Por profeti nuk e merr të kur, imagjino shaf llafi aty në Paris. O profeti smorja në telefon, o çif sharo, kjo pjesë e fabulës. Kur të tomu në bona, zemër një afala, kolla e vazhdojnë shumë, lidhëva. Unë për ty kam dhe njetën, dhe të kam dashur shumë, po ti gjyshin nuk e mori në telefon, dhe ale sytë me lotë. Qa sytë me lotë se t'ki qajerë, si qivë rovë. O bëllë shumë i vogël i gjyshit. Ti plako vjeni momentën një që s'ke më nërma. Edhe shkon direkt e funi, e kërë si shumë, e duke lezu, shkon ke funi i poezisë që ka bërë gjyshi se të thua kaloni mesazh e kthem brapa para shefa si gjë plako PS gjyshi të dësho atë që varo o gjysh ku e ke lënë atë edhe ti e shikon kamë që jo PS gjyshi të dësho po pse s'more kur ti vazhdon ai o dau ti le pak të SM O R E ko gjyshi të gërmëzush ka se s'more në telefon. Më ke lën peng në zemër, ti se meriton ndoshta këtë pasurinë, unë masës do ta lej ty. Edhe ti do të thonë, po këtë ma lë mu. Apo duhet ta lej sepse të kam nivin më të mirë që ka. Këtë ma lë mu kur ishte gjatë, ma lë tani. Po si thosh. Plaka do të thonë çfarë the? Muhabetet tona, muhabetet pse jeni prish me gjyshin. Po nëse do lënte një hartë ai plak. Mrapa asaj do kishte një hartë vogël kështu si nga ato që kërkojnë te sarë. Aty duket plakën që se ke një jetë totalisht pa vlerë, thua, ky është misioni im në jetë. Edhe fillon gjithë jetën kërkon ata të sarë. Po sikur, po ti më plakë të bësh një proçk ose një prank të papar për shumë fëmijëve tu plakë, ku s'dezë, legjit të sarë, jo një kështu tip testamenti, komplet konfuz, me idenë se ku ke lënë një pasuri gjigante po se di njeri. Po. Ti është i botë të pendojnë edhe si kara, me një shkatron familje kone. Babi im është boss, po thjesht po i gjejmë ato. 3-4 çestët që i kalon vërdall. Po, ti që thu, shkonin në Buenos Aires. Që të bëjmë Buenos Aires? Vetëm biletat janë nga $3.500, çfarë thon? Rio de Janeiro. Shkonin në Buenos Aires. Më more zemrën atë ditë që vizitova. E hapa gropën 4 metra të thellë. Këto djerës kot më kollonin që jam more. Ato toka që i kam blerë me këto shpatulla. Ato toka gjigante kur ndërtuar ai qytet gjigant. A favela një ditë do biesh dhe toka time do të lëzojnë. Ato them kur kohë që jam. Tok. Carlos Tevez. Dhe kujde mu. Duhet që plako ka lëmoj të uvrane me ato. Ato ditë të uqi i mbyll. Uqiva dyre mbyll aty në favela. E po tashi. Për të marrë tokat e gjyshit. Për të marrë. Jo për të marrë, po për t'i parë ku janë. Ku janë tokat e gjyshit? Ku do janë tokat e gjyshit? Shkodra në Rio de Janeiro. Mbylli syt. Pse ti që thu? Mbylli syt hape zemrën dhe shiko tokat e gjyshit. Po pse quhet Janeiro? Se mua më shumë thosin në Brazil, të koti atë Janeiro për ne quhet Rio de Janeiro, se është lumi im. E gëllon tjetër. Ato kodra janë të mia. Me që fjalë po mos e thonë Rio. Lumi ka unë. E që dërë shumë, ke pa që kërë ka Rio, qiro,
Po, më është fje. Kështu plagë ndërlidhje komplet. Tokat aty do të thonë i kanë bërë me gjak, po pastaj erdhën këto favelat, këto. Kohën e luftës, gjyshi ka qenë king plagë. Ka qenë i zgjut, dinte, po themi italisht dhe njeh një kontesh italiane në atë kohën e luftës. Ti s'di asgjë. Po, e drejt. Edhe do ti që ka pjell një kopil me atë, ka bën një gjë. Mendoj që Edhe ti e ke vllah, ose je vllasivi. po ti nuk e di çfarë ke, po bësh gati me shku me i marr pasuri. Jo, i vishita një që lidhje. Gjyshi jot ka gjeti kontesht italiane, ka bëj fëmijë, ti ata e ke vlla, po gjyshi jot. Unë do shkoj ka i plak dhe i trokas dhe i them që gjysma e kësaj kërtjellës mund të jetë dhe imja, se ne kemi një dhe një gjysh. Po, Do thënë, ku janë dhomat e mia? Ku janë dhomat me fotot e mia? Ti kështu, çfarë dhoma? ku janë dhomët e gjyshit? Ai thot, dhomët e gjyshit janë këto gjashtë këto. Jo, dhëmbët, ku i lë aty kavanozi. Paloma. Melom. Jepi pak me lom, jepi pak me dhap. Ua, shera, dhe ishte perle plak. Ai do ishte me vërtet? Ishte me bukur një kontest plak që ajo ka aq shumë pasuri dhe ato i ka rrit akoma për atë pasardhësin e gjyshit. Po diku që më e bukur fare. Me të gjithë këtyre viteve që kalojnë plak, kalojnë 80 vjet. Jena të moshën 20-25. Pse jo mos eksploroj çik? Po kaloj 2 muaj po rrin në Itali. Edhe gjatë këtyre ditëve ose gjatë këtyre kohës që ti po merr vesh se çfarë pasuri të takon, jep dhe super pjell aty plak që është kushyrja jote. Po ti se di. Po ti je musliman dhe kushyrja të hien. Jo, po them. Po jo. U dëshirove, është i dashuri e pamundur. Edhe në moment bësh edhe regjisor filmash, e thua, pse mos ta bëj një film kështu si. Po, unë le kam. Netflix direkt. Po. Po sepse pse mos ta hap një kompani si Netflixi, ti fantazon me shumë gjëra. Po, edhe nga që ajo ishte shumë e egër në seks, ti vetëm inspirohesh nga pjesa e dhomës gjumit e burde. Po, edhe bën vetëm një film me qime, plak. Imagjino një film që s'ka histori fare. Po, direkt, po. Është çuditshme që është jeta. Shumë. Nëse s'na kalon asnjë gjë, po jam shumë kurioz që ndjekësit flasin çik për problemet e tyre brenda shtëpisë, sidomos për pasuritë e tundshme që ata kanë. Pasuritë e tundshme na tregojnë çfarë ju kanë lënë gjyshit pasi kanë vdekur, nëse ju kanë trashëguar një gjë, jo vetëm gjyshit, por edhe prindin, nëse ju kanë trashëguar diçka. Çfarë dini, keni bërë një testament, domethënë a duhet bëni testament paraprakisht, dhe a janë këto muhabete që duhen bërë në familje, megjithëse janë çik cikletshme normalisht, tulish tani prindit dhe i thosh prindit për shembull, kur të vdesësh ti, ai kështu po pritet se unë po, kur të vdesësh, mund të tani më plak, se tani je mirë, po kur vdesësh. Po, e them se ke ngarku mushkat për tufin. Okej. E them. Ti vetë ke thënë që nuk i di se çfarë ndodh nesër. Po, çfarë do të thotë nesër ti nuk e din. Po që këto janë muhabete që duhen bërë në familje. Edhe ti që rregullon, po se mund të vdes edhe unë. Po, normal. Desun çfarë do i lejon fëmijëve të mi, koti. Qofse ti s'ngelon tuaj edhe mua. Do të ti po shpreson vetëm nga të mia, ti vetë ke gjë. Ora unë nuk i ul dot fëmijët e mi me i tregu 2-3 gjona se s'di se çka kam. Po. Unë eci si rrotkari rrugëve me makinë dhe i them fëmijët, këto mund të jenë tonat, po nuk e di a mund të jenë. Këto mund të jenë tonat, po kush më tregon mua? Po pikë. Imagjino ti si rrotkari. Këto ky plazhi mund të jetë jon. Me vërtet babi, pse kemi një lidhje me dërmit? Jo, po. Bie fjala. Mund edhe të kishim, ku e di me çka ka blej gjyshi. Ajo hija e babait autoritar në shtëpi, në atë familjen e zakonshme konservatore, ti do të dish për shembull se si janë një prindër plako, edhe nuk më vesh asgjë. Po mi ka vlerë plako për shembull ajo figura autoritare kur s'kelon pasuri apo. Se për shembull kur ti je një person plako me vërtet që tani se dukem kështu si komplet materialist normalisht në këtë moment, po nëse ti për shembull je një burr plako, plak që ke për shembull ke 3 kalamoj fëmijët e tu kanë bën ja 3 kalamoj secili, supozojmë ke një familje kaq të madhe, plak dhe i mbledh ke kjo vila jote, ke gjeneru kaq pasuri, wealth çdo gjë. Tani je në fazën plako që je çik autoritar. Edhe ti durojnë portët e plak se në fund ditës ti gjeneron 10 milionë euro në vit, edhe jep tyre një lifestyle të papar. Po mendo plako me hyj ke shtëpia gjyshit gjyshi jote është komplet i marrën. Ti pagun çdo muaj që ta marrësh gjallë, kupton? Që ti japësh. Nuk pagun dot as vetën gjyshi. Po, asnjë gjë plak, gjyshi është vetëm bilet edhe ato që jep ti thotë
Unë s'ka halli Ama na ke rrit karën Po, më është era plesh një Dhe vetëm po Menja fillon të i ndrodhe panolinën dhe në fund plakos të lezi gjo edhe të bodhe diz ke për ta morë nuthë këte që ke zja. Po pëse? Se nuk e ka provu jyshi që të thunë ka. Për një zakosh di gjova njërin plak që ishte vdek shumë më shtë madhe. Edhe pyeta pse këta të shtëpisë që sa lek lata këto më bëhet kjo vështirë zakonshme. Financat e shtëpisë më e unë nga shteti. Po normal. Edhe tha që kishte lënë amanet që mos I lente njëri lekë. Edhe më bëri aq po. Edhe më bëri aq përshtypje, pse thonë që un kam punuar gjithë jetën, I falenderoj që jeni sot këtu, imagjino plak, kishte lënë një letër. Njerëzve që do vinin. Po. Edhe nuk ishte pranuar lek nga asnjëri. Edhe më duk shumë gjë e veçantë. Si s'kishte pranuar lek, se s'po marr vesh. Po nuk ishte pranuar që gruaja vet I merrte lek njerëzve, të rinë në bër. Qoka. Do të thënë të lutem mos I dhini lek tha. Jo, nuk do të asgjë. Më nesin të. S'kishte një kërkesë tjetër muzikë. Se di, ato masi ka bërë shumë në lidhje personale që ta e bythën, bythën e vogël, që mund të ketë thënë grëse për gjëra personale. Dini gjithë nga dhoma, ndërkohë që akoma s'po dalin njerëzit e fillone. Se ka bërë shumë me kaset. Ke I dole gjithë besoj tani, ata ndërkohë akoma s'kan dalë. Ton kisha pjellin të I thonë grus. Dhe s'ka dalë akoma ule. Kjo është në atë moshën e letuar fare që të hëng kisha pjedhin me grua. E kërësi se e shkru. S'kan dalë gjithë. Morë që më bëre. Më kërë të më hajë më pjellin. Edhe kjo është gjithë qeshën janë atë moshën plakë që nuk bë më përshtypje pasi që. A qenë që flika që, s'ka që I bo. Shu pjedhin të hante? Jo, hante. E këshu lek s'linde për pjedhin të hante. Shu të hante burse. është ajo mosha plaka që I bie Orex dhe ka më pasur pjesë, po vetëm blek. Vetëm mirë du. Nuk parë kështë qef me lon lek trashëgimi. Me vërtet plaka me kalimin e kohës, ta them edhe këtë dhe ikim. Kalimin e kohës, të dëshira seksuale ulen, rriten, apo janë po ato që janë kanë qenë gjithmonë. Nuk e di, unë mund të gjykoj me çam deri tani. Rriten. Se bukur ishte kjo me këtë them tani. Bukur për myllje. Ikim. Vazhdojmë. Largohemi, por mos harroni na shkruani në ose nëse doni të diskutoni një temë të tillë, na shkruani që të bëni pjesë e podcastit, por nëse jo, shpërndaj podcastin ke dikush që ndoshta ka një histori interesante për të na treguar, por të na thuaj se çfarë problemesh financiare ka familja jote. Kemi shumë qejf të dim. Puç, Lucifer, andale, mami, ia. Oh. Ciao.